Shqetësues është fakti që rekomandimet që vijnë qoftë nga ekspertë vendor, qoftë nga institucione ndërkombëtare që nuk shkojnë në favor të politikës ditore, ato ose heshen ose kundërshtohen pa argumente, në këtë drejtim sa i përket efekte negative të rritjes së inflacionit në 7.5% në vitin 2026 ne kemi alarmuar që është vërtet një situatë shqetësuese, e tëra kjo mbetet në hijen e agjendës politike, në hijen e zgjedhjeve maratonike dhe sot në vend që të punohet për funksionalitet të institucioneve dhe bashkërisht të minimizojmë efektet negative të inflacionit të tillë, ne edhe më tutje kemi debat rreth qeverisë, rreth presidentës dhe rreth dukurive tjera të cilat po e karakterizojnë Kosovën vitet të fundit. Nuk është vetëm problemi i inflacionit që ka ardhur si alarm nga Bashkimi Evropian, kanë qenë raporte të reja që kanë të bëjnë me punësimet politike, me sulmet dhe mungesën e lirisë së mediave, po mbi të gjitha mbi korrupsion dhe tendermanin që është shndruar në smundje kancerogjene të Kosovës. Prandaj vërtet është koha kur duhet sa më shpejt është e mundur Kosova të ketë stabilitet politik i cili është vështirë të arrihet me këtë mentalitet të politikës, sepse në Kosovë nuk fitohet si duket zgjedhja për të qeverisur, po për të sunduar dhe në këtë drejtim besoj që sfida do të vazhdojnë edhe më tutje, sepse është shumë më tepër një gatishmëri për të neglizhuar këto probleme, sesa për të ballafaquar dhe për të zgjidhur. Dhe çka bën më të vështirë këtë situatë ku Kosova e ka dyfishën në shkallën e inflacionit të vendit Ballkanit Perëndimor, e ka dyfishën e inflacionit bazuar në parametra dhe standarde evropiane, dhe kjo është një goditje drejt për drejt tek qytetarët, sepse paga minimale, paga mesatare, po çfarë do të pagë në Kosovë nuk është fleksibile të reagojë në bazë të rritjes së inflacionit, dhe kjo është një goditje drejt për drejt në standardin e jetesë së qytetarëve, në ramin e fuqisë vlerëse dhe definitivisht me një thellim të një politike sociale e cila mendima nuk mund të shërohet apo të evitohet. Duhet zhvillim ekonomik, duhet qëndrueshmëri ekonomike, duhet sektor privat i fuqishëm dhe definitivisht është koha kur ekonomia duhet të depolitizohet. Duhet të pajtohemi një fakt që qeveria nuk shkakton inflacion, po qeveria duhet të gjejë mekanizma për ta luftuar inflacionin, duke forcuar sektorin privat, duke ulur trendet negative. Nuk ulet shkalla inflacionit me ndihma sociale, sepse ndihmat sociale kanë efekt ad hoc dhe nuk kanë kontinuitet dhe qëndrueshmëri që do të ndikojë në uljen e inflacionit, dhe më tutje Kosova është e mbarur nga importi, dhe ajo që e rëndon më tepër këtë aktualitet nuk është vetëm importi i produkteve esenciale dhe bazike, po është edhe ngritja e çmimit të produkteve të energjisë dhe derivateve të natës, dhe në veçanti kur këtu nuk kemi transparencë dhe llogaridhënie. Prandaj besoj që situata është shumë alarmante se sa që mendohet. Natyrisht kjo i varfron qytetarët. I varfron qytetarët, natyrisht i varfron edhe bizneset, për shkak se qytetarët konsumojnë më pak, blejnë më pak. Ose qytetarët nuk investojnë. Përderisa nuk investojnë, domethënë, për gjithat kontingjent financiar që e kanë ruajnë për konsum për shkak, si thuhet, domethënë për shkak se janë nevoja elementare ato, atëherë biznesi dekurajohet. Natyrisht ka biznese sot, investimet më të mëdha që i realizojnë, domethënë kosovarët në investime kapital janë në Shqipëri. Rreth 600 deri 700 milion euro shqiptarët e Kosovës kanë investuar në Shqipëri. Domethënë investimet kapital në Kosovë nga shqiptarët e Kosovës janë më të vogla se sa që janë në Shqipëri. Përderisa kem gjithë këtë kapital që derdhet në vende të tjera, pse mos ta derdhim në Kosovë? Edhe ato projekte që cilat po diskutohen. Për shembull, jo kompania Orllati, jo ndërtimet e kapaciteteve të reja energjetike, ende janë projekte në letër, si thuhet. Ende nuk po shohim kur gjë konkrete. Prandaj do duhet fokusohej që 4-5 projekte që janë me interes jetik për Kosovën. Këto do ta bënin ndryshimin ekonomik në Kosovë. Nëse tërheqëm disa miliarda euro
Kosova do ta përmirësoj bilancin e të bërit biznes, do të thënë bilancin tregtar, po ashtu do të ketë një rritje ekonomike jo me rreth 4% siç e thot Banka Botërore, por ndoshta 6-7%.